Përshëndetje miq! Nëse kjo video ju ka gjetur, do të thotë që ju ndoshta ndodheni në një udhkryq, apo nuk po vendosni dot cilën rrugë të zgjidhni, nuk po ndani dot mendimet tuaja, nuk dini cila është zgjedhja e dur për të bërë, e shumë të tjera si këto. Dhe në fakt marr shpeshherë pyetje të tilla si: cili është drejtimi më i mirë që unë mund të zgjedh? Cila është puna më e mirë që mund të zgjedh? Cila është zgjedhja më e mirë apo përgjigjja më e mirë? Pra në këto momente dëzimi është e vështirë ndoshta që ne të dallojmë se cila është zgjedhja më e mirë, sepse gjithnjë qëndron ajo frika, po sikur të gaboj, po sikur kjo gjëja tjetër të jetë më e mirë. Prandaj vendosa që të bëj një video duke i përmbledhur të gjitha këto dhe t'ju jap një praktik shumë të thjeshtë që mund të bëni në rastet e dyshimeve dhe në raste ku ju ndodheni në një udhkryq dhe nuk dini cilën rrugë të zgjidhni. Përgjigjja në fakt është shumë e thjeshtë dhe sigurisht qëndron tek ju. Mos kërkoni përgjigjen tek resurset e jashtme apo te dikush tjetër, sepse në radhë të parë duhet jemi të qartë me faktin që diçka që është e mirë për ne, nuk është e mirë për dikë tjetër. Dhe nuk kemi pse të pyesim dikë tjetër, përderisa është një zgjedhje që ndikon në jetën tonë, sigurisht edhe në jetën e tjerëve, por që ndikimi më i madh është tek jeta jonë. Nëse ka të bëjë për shembull me drejtimin e jetës, me një karrierë specifike, një profesion specifik, pra janë zgjedhje që ndikojnë më së shumti tek ju. Dhe sigurisht që pasojat e çdo vendimi ju i mbani, nuk është se i mban personi që ju dha si ide. Prandaj e mira është të dëgjoni veten. Dhe kjo praktik ju ndihmon që ju ta gjeni përgjigjen tek vetja. Diçka tjetër që doja të cilësoja është fakti që largojini pritshmëritë dhe thjesht largoni këtë ndjesinë e fajt në radhë të parë. Asnjëra rrugë nuk është më e mirë se tjetra. Asnjëra zgjedhje nuk është më e mirë se tjetra. Largojini këtë ndjesinë dhe këtë peshë dhe këtë përgjegjësi të faktit që ndoshta bëj zgjedhjen e gabuar. Dhe nuk është se keni faj, ne ndoshta jemi rritur të gjithë në një mjedis ku gjën e parë që na thuhet është mos bëj këtë, mos bëj atë, kjo është gabim, kjo është kështu, në vend që të na tregohet gjëja e duhur për të bërë apo gjëja e mirë, fokusi është tek gjëja që s'duhet të bëjmë dhe tek gjëja që është e gabuar. Kështu që nuk është faji jon apo faji juaj për të gjitha këto. Ideja është që thjesht në radhë të parë, para se të bëni gjithë këtë çështjen e vendimarrjes dhe të zgjedhjes, nuk ka asgjë të keqe të merrni pak kohë, të uleni me veten dhe thjesht të qartësoheni në lidhje me këto dy pika. Që në radhë të parë, jo të gjithë njerëzit pëlqejnë të gjitha gjërat, ose nuk kemi shije të njëjta dhe nuk kemi pse të marrim mendimet e të tjerëve, edhe nëse kemi të njëjtat pëlqime, sepse ne i dim përgjigjen më të mirë për ne, dhe në radhë të dytë nuk ka asgjë të gabuar, nuk ka asgjë që është më pak e mirë se sa diçka tjetër, sepse edhe kjo është një iluzion dhe varet nga perceptimi i secilit që është i ndryshëm. Për dikë, njëra zgjedhje mund të jetë më e mirë se tjetra, sepse ka, për shembull, njëra punë është më e mirë se tjetra, sepse e ka më afër me shtëpinë. Por ju, si thua që keni shtëpinë një lloj larg nga të dyja punët, apo e keni ndoshta me punën numër 2 më afër, dhe për ju bëhet më mirë zgjedhja e dytë. Ishte një shembull shumë i thjeshtë për të kuptuar që asnjë njeri nuk i ka interesat njësoj, dëshirat njësoj. Dhe asnjëra zgjedhje nuk është më e mirë se tjetra, sepse kjo është një iluzion, varet nga shumë gjëra. Dhe nuk është se ka zgjedhje të gabuar, sepse për çdo zgjedhje ne do të mbajmë pasojat, qofshin to të mira apo të këqija, që prap varet nga perceptimi ynë, nuk është se ka diçka si të mirë apo të keqe, gjithçka është ashtu siç është. Mënyra se si ne reagojmë ndaj saj dhe se si ne e përjetojmë do të thotë shumë. Sepse një shembull që mund t'ju tregoj është për shembull në momentet që ju reagoni direkt ndaj konfliktit. Në momentet e para, sa herë të shihni konflikt, ju do jeni impulsiv dhe do reagoni. Por duke punuar me veten, duke u qetësuar, duke arritur këtë inteligjencën emocionale, ju do të vini re që në po të njëjtën situatë, në po të njëjtin konflikt, ju nuk reagoni njësoj. Ju ndoshta s'reagoni fare, ju ndoshta thjesht observoni, ju ndoshta nuk ju prishet paqja e brendshme fare, pra jeni i njëjti person. Okej, ndoshta i njëjti njeri, por personaliteti ndryshëm, si të themi, sepse ju jeni rritur, jeni maturuar emocionalisht, dhe në këtë momentin e dytë,
juve nuk I paktoheni nga po I njëjta gjë. Pra që këtu ne kuptojmë që edhe të njëjta gjëra, ne po të kemi lente të tjera nuk I shohim njësoj. Këto janë gjëra që ne mund të qartësojmë në fillim, me veten tonë, të reflektojmë dhe askush nuk na nxiton që të japim një vendim sa më shpejt. Sepse do të thotë që ndoshta ka diçka aty në momentin që dikush kërkon diçka shumë shpejt. Ne do të marrim kohën tonë, të reflektojmë, të bëjmë zgjedhjen e duhur. Një praktika që dua të parashtroj për ju dhe që është diçka shumë e bukur, është në fakt një praktikë që lidhet më tepër me vizualizimin dhe me ndjesitë, por edhe nëse ju nuk I keni këto, mund ta shikoni dhe ndoshta mund të vlejë për ju në mënyra të tjera. Pra thjesht do ta themi një herë, vendoseni veten në këtë pozicion dhe ndoshta praktikoheni më një herë, sepse është më mirë teksa e dëgjoni ta praktikoni dhe ta praktikoni me situatën tuaj specifike që ju keni ndërmend dhe që jeni në mëdyshje. Si fillim, për shembull, ju mund të keni dy zgjedhje. Rruga 1, rruga 2, profesioni 1, profesioni 2, zgjedhja 1, zgjedhja 2, përgjigjja 1, përgjigjja 2, apo 10, apo 20, sado që të keni, nuk ka rëndësi. E rëndësishme është të uleni diku dhe thjesht të qëndroni në qetësi dhe të mendoni, nëse unë zgjedh rrugën 1. Po I marrim të gjitha shembujt që janë të ndryshëm, që edhe juve të mund t'ju përafrohet me situatën tuaj. Nëse zgjedh të ecë në rrugën 1, për shembull, përpiquni ta vizualizoni veten apo thjesht ta ndjeni, apo thjesht ta mendoni situatat që mund të parashtrohen në këtë rrugë. Sepse jam e bindur në momentin që ju filloni dhe të fokusoheni te kjo rrugë dhe të mendoni po sikur ta marr këtë rrugë, do të parashtrohen disa situata, ndoshta papritur ju takoni dikë në mendjen tuaj, ndoshta papritur ju dëgjoni diçka, ndoshta papritur shikoni motin që është diell apo shi apo është me re. Të gjitha këto janë simbolika. Nëse është diell do thotë që është rrugajtur, ka qartësi, vazhdo në këtë rrugë. Nëse është shi do thotë që këtu ka diçka që mund t'ju bëjë të lëndoheni emocionalisht. Nëse ka re do thotë që ju ka shumë dyzim ose ndoshta ka shumë gjëra që ju nuk I shihni, dhe ndoshta nuk është në një rrugë aq e mirë si të thuash sipas këndvështrimit tuaj, sepse kjo lidhet me faktin si e shikoni, por si ndjeheni. Për shembull, kur shikoni diellin, ju mund të doni të buzëqeshni. Kjo është një shenjë plus që do thotë që është një rrugë e mirë. Por nëse ju shikoni shiun dhe prapë buzëqeshni, përsëri mund të jetë rrugë e mirë sepse ka njerëz që e pëlqejnë shiun. Prandaj tham që janë perceptime të ndryshme. Por nëse shikoni re për shembull dhe ju direkt ndjeni të friksuar apo të dyzuar më shumë, apo thjesht keni një ndjesi jo aq të këndshme, kjo tregon që ndoshta nuk është rruga më e mirë e mundshme, mund të shikojmë këtë rrugën tjetër. Dhe gjitha këto vlejnë. Apo ndoshta takoni dikë. Si ju bën ky person të ndihet, pra në mendjen tuaj gjithnjë? A jeni të lumtur që po e shihni këtë person, mund të jetë dikush I njohur dhe I panjohur, apo ju bën të ndjeni të stresuar, ju bën të ndjeni të nervozuar, e shumë të tjera. Të gjitha këto vlejnë sepse çdo gjë është një shenjë, tregon diçka, ju mund të shikoni për shembull një kafshë, mund të shikoni një nëse pashk, papritur, një flutur, edhe kjo tregon shumë për këtë rrugë. E njëjta gjë dhe me rrugën tjetër dhe sado rrugë që ju të keni. Dhe kjo mund të dojë për shembull 2-3 minuta, ndoshta edhe më shumë secila, merrni kohën tuaj, shikojeni dhe si një moment të bukur relaksimi dhe thjesht si të shikoni një film, një video, por në këtë rast është një film që po e krijoni ju, ku ka më bukur. Dhe nëse për shembull ju zgjidhni jemi në rastin e profesioneve. Mendoni profesionin numër 1. Mendoni që po shkoni tek ajo zyrë, sepse me shumë mundësi ju mund ta keni bërë takimin e parë në atë godinë, atë zyrë. Nëse se keni bërë, mund ta imagjinoni, por nëse e keni bërë, mund të jetë ekstra për ju që ta mendoni si do të ndjeni në këtë midis me këta njerëz që pat. Sepse doni apo s'doni ju, ne edhe nëse nuk jemi të vetëdijshëm, në momentin që shkojmë diku, ka njerëz që janë më të vetëdijshëm se sa të tjerët, por mund të kuptoni shumë gjëra me mimikat e individëve, sepse janë reagimi I parë dhe nuk e kontrollojnë dot veten në atë moment. Në momentet e tjera mund të vinë me një buzëqeshje ndoshta fake, por në momentin e parë që ju shohin apo që ju I kapni pamendje, është reagimi më I sinqert që tregon se çfarë ndjejnë apo se çfarë personi janë, dhe shumë gjëra ne mund të kuptojmë vetëm nëpërmjet shikimit, mimikës, prezencës, energjisë, e shumë si këto.
Dhe dikush pra disa mund të jenë më të vetëdijshëm dhe më të ndjeshëm se sa disa të tjerë, por të gjithë pa përjashtim jam e bindur që i dallojmë të gjitha këto. Dhe ndoshta më vonë pasi reflektojmë, sepse ndoshta si kushtojmë rëndësi, por pasi reflektojmë dhe pasi ndodh diçka me këtë person, ju kujtoni momentin që ju e keni parë për shembull që shikon shtrëmbër apo thjesht nuk është aq mikpritës apo shumë të tjera dhe thoni, unë i kam patur shenjat, por ndoshta si kam dëgjuar dhe si kam kushtuar vëmendje dhe rëndësi. Prandaj nëse ju e vendosni veten në këtë lloj godine, në këtë lloj zyre, me këtë lloj njerëzish, me shefin tuaj, mundohuni të imagjinoni se si mund të shkonte një ditë e punës tuaj. Që nga momenti që ngriheni në mëngjes, kjo tregon shumë, a do të ngrihesh të lumtur dhe të entuziazmuar për të shkuar në punë, apo me një ndjesi që ndoshta nuk doni dhe aq. Apo teksa shkoni në zyrë, a ju pëlqen rruga, shëtitja? Teksa futeni në zyrë, a ju pëlqejnë miq që ju përshëndesin, apo ndoshta s'ka askënd aty që t'ju përshëndes? A ju pëlqen zyra, ju motivon, apo është e rëmujshme dhe e ngushtë dhe ju merr frymën dhe nuk ka dritë, e shumë si këto? E di që ju më të thoni, për shembull, këto janë të gjitha teka dhe disa për jush, kjo është ajo që po ndjej. Disa për jush mund të pyesin veten që ndoshta këto janë të gjitha teka, ndonjëherë njerëzit thjesht kanë nevojë për një punë. Po, është e vërtetë, ndonjëherë sado që ne mund të kemi gjithçka që ne duam, ne mund të jemi në mirëqenie të plotë, duke qenë në një vibrim më të lartë dhe duke punuar me veten e kështu me radhë. Por jo të gjitha kanë këtë lloj mentaliteti. Dhe në momentin që ju thjesht ju duhet një punë, ju ndoshta nuk pyesin shumë për gjitha këto, sepse janë si nevojat e njerëzve, që ndahen në nevoja për shembull bazike, por pastaj kemi dhe komoditete dhe pastaj kemi dhe nevojë për rritje në detyrë, që pasi plotësohen këto nevojat bazë, vjen kjo pjesa e rritjes në karrierë. Por përse mos të duam më të mirën për veten? Sepse është zgjedhje. Ku ne e grupojmë veten, aty jemi. Nëse ne e grupojmë veten tek pjesa që jemi thjesht në nevojë për punë, jemi me këtë grupim njerëzish që janë në këtë mentalitet dhe që thjesht duan një punë, patur rëndësi kushtet. Por nëse ne thjesht kërkojmë disa gjëra, jemi në grupimin tjetër që kemi disa nevoja dhe duam që këto nevoja të plotësohen. Por nëse ne nuk e mendojmë fare këtë pjesë, sepse duhet përfshirë në punë dhe thjesht jemi në grupimin e rritjes në karrierë, ne ndodhemi në këtë grupim. Pra ne zgjidhim se ku të pozicionohemi në këto grupime njerëzish, sepse dhe ata individ që punësojnë, i ndajnë njerëzit, po ta shikoni si një hartë që janë me grupime të ndryshme, me nevoja të ndryshme, po ashtu edhe kompanitë që shesin i ndajnë grupime të ndryshme, me ngjyra të ndryshme, individ me nevoja të ndryshme, individ që duan të plotësojnë nevojat bazike me ushqime bazike dhe individ që duan ushqime bio që sigurisht kushtojnë më shumë. Dhe e njëjta kompani mund të ketë produkte për të dyja grupimet, por thjesht janë pozicionime të ndryshme në hartën e tregut. Dhe nuk e di pse ndala kaq shumë te kjo, por thjesht për të treguar që ju e vendosni veten në cilën do lloj pozite. Dhe ju e vendosni vlerën tuaj, meritat tuaja, fundja të gjithë ne jemi të vlefshëm që të paktën nevojat më bazike të na plotësohen, që të paktën të trajtohemi me respekt, që të paktën njerëzit jenë mikpritës me ne, sepse ne fundja jemi të gjithë bashkëpunëtor, jemi të gjithë duke punuar në një mjedis. Përse të mos kemi këtë mjedis që na pëlqen, që të paktën sado e vështirë të jetë puna, sado e lodhshme, kur ke një mik të mirë, kur ke një grup që e largon pak mendjen e thjesht bëni një bisedë, sikur dita ju shkon më bukur. Prandaj, sugjeroj shumë që ju të mos i ulni standardet tuaja, mos i ulni nevojat tuaja në zero fare. Të keni disa lloj standardesh edhe ju, sepse njerëzit ju vlerësojnë më shumë, ju respektojnë më shumë, sepse ju e dini se çfarë doni. Dhe këtu duket që ju jeni njerëj që jeni i qartë në atë që doni, e njihni veten tuaj, njihni nevojat tuaja, dhe kështu njerëzit ju marrin më shumë në konsiderat. Dhe kjo gjë, kjo praktik mund të përdoret për çdo gjë, sepse është e njëjta gjë. Pra thjesht e vendosni veten në këtë pozitë, si do ndjeni, si e shikoni, kë takoni, shenja të ndryshme që mund të shihni. Dhe nëse keni nevojë për ndihmë, mund të pyesni çfarë të doni në komente, mund të ndani eksperiencën tuaj. Do të isha shumë e lumtur t'i lexoja të gjitha këto, të komunikonim së bashku, t'ju ndihmoja disi. Dhe shpresoj shumë që edhe kjo video, kjo praktik t'ju ke ndihmuar, dua të di opinionin tuaj.
Dhe shumë faleminderit që dëgjuat këtë video. Je vlerësoj vërtet shumë nga zemra. Vlerësoj shumë komentet tuaja, vlerësoj shumë opinionin tuaj, vlerësoj shumë gjithçka. Dhe vetë ju, prezencën tuaj që unë ndjej, qoftë edhe virtualisht. Shumë faleminderit. Shihemi në video tjetër. Dhe sigurisht sugjerime që mund të keni për tema që doni të flasim, jam e hapur. Dhe mirupafshim. Kalofshi bukur.